E duan apo se duan? Ta marrim tu, thani, tek Ignata, të drejtorit, të presidentit, të gjithë. Se ku e morën Drecën? Nga kush ekip? Nga Bylis. Pra, doli 2 herë kampion, i morën shumë gjëra Ndrecës dhe sot e shesin. Edhe i lau lekët e Ndrecës. Gjithë ato që dham politika klubit që merr një futbollist nga Bylisi, merr një futbollist nga Laçi, në rastin konkret si ishte Sergio Ujka, merr nga Laçi poshtu Dacinani dhe është gati për shkuar në një kampionat shumë fort siç është ai polak. Do thotë që është strategji shumë e suksesshme. Sepse kaluam edhe mes javën, pati ndeshje futbolli, por nga që emisionin të dielën nuk patëm dot. Pati një polemik, Daja Pinari. Unë jam trajner, por kur shet drejtorin sportiv që del media dhe flet se po luftojmë për këtë e atë, ai duhet të luftoj më parë për të sjellë lojtar në ekip. Është e domosdoshme të përforcohemi me 2-3 lojtarë. Kur flet në media, duhet të mbash përgjegjësi për atë që thua, deklaroi Daja. Me ai sa unë di, Daja ka filluar që në fillim të këtij sezoni, që ka qenë në pakënaqësi me drejtuesit për shkak të largimeve, sidomos të Baton Zabërgjës dhe i Tondos. Aty ka filluar që aty historia për shkak se nuk kanë ardhur lojtarët që Daja kërkonte. Dhe unë besoj se Daja tashmë është bërë një mark shumë e rëndë me emrin e tij, më e rëndë se sa kjo e Dinamo City-t, jo e Dinamo së atërshme, por kjo e Dinamo City që fillon tani. Dhe Daja me këtë deklarat ka bërë që për çdo rast tjetër humbje, të mos marrë përgjegjësinë duke thënë që e nxora përpara ato që kush është fajtori, si më thënë. Zhuba. Jo, unë shikoj tjetër aspektu, domethënë, me këtë deklarat Daja tregon domethënë që unë jam mbi drejtori. Kështu për Po pra, dhe në rast se Dinamo nuk me rezultatet. Tani me këtë deklarat Daja thotë që çfarë thot aty në deklaratë? Jo, ajo nuk kuptohet, domethënë që marr përgjegjësi, domethënë që ti kur flet për këto probleme duhet marrësh si përgjegjësi. Tani këtu Daja tregon që është mbi drejtori. Kështu e lexoj atë gjë. Pastaj klubet shqiptare dihet tani se si funksionojnë. Këtu klubet shqiptare është presidenti dhe pastaj vjen trajneri. Pjesa tjetër e deklaratave teknike edhe lidhe me lojtarët cilët nuk mund të marrë për shembull një skuadër si Dinamo një lojtar pa miratimin e Dajës. Edhe për statusin që ka. Edhe Pinari duhet të reagonte pastaj. Jo, patjetër që duhet të reagonte Pinari sepse në strukturën e klubit, po shikoj strukturën normalisht, po drejtori është në një grad më sipër, por kjo është mentaliteti në Shqipëri, kështu që s'mund t'i thot tani trajneri drejtorit që mbash përgjegjësi apo jo. Për shembull, te Skënderbeu ka shanse që të bësh një deklaratë e tillë. Tek brenda grupit tek Ignatia nuk ka shanse të bëhet një deklaratë e tillë. Ulet edhe imazhi i skuadrës. Sepse prishet imazhi. Nuk ka ndërveprim. Koordinimet, marrëdhënie pune ka dhe konflikte. Po shikoj çik tani këtu, ku është Pinari këtu për shembull? Ja, është Daja, është Bardhi, është Bozhiqi. Në këtë foto për shembull, drejtori sportiv është i rëndësishëm, është sikur mos jetë dignitaret e Milani. Kjo tregon fakt autoritetin e Ilir Dajës në ekip, sigurisht është ajo pjesa në që ne folëm, Daja i tha Pinarit që në fund fare ti merru me punët tua dhe mos folë për pjesën e titullit kampion apo gjëra të tjera të cilat i ka mundur dorë. Siç e thash më parë me këtë deklaratë Ilir Daja i ka dalë përpara një situate ku Dinamo nëse merr rezultatet jo të duhura, ai e ka nxjerr fajtorin e vet. Pra është ky njeriu i cili nuk ka sjellë lojtar të dur. Sheno, çfarë mendimi ke? Jo, unë lexoj fal të bëj një shok. Kjo është, domethënë, fundi Pinari s'ka thënë gjë të keqe, ka thënë për titullin, e kupton. Jo, në mënyrë se si ka dalë në deklaratë Daja, duke thënë që nuk ka sjellë lojtar të dur, pra nëse Dinamo nuk fiton. A quhet përgjegjësia e Pinarit? Po si ju mendoni se lojtarët që kanë ardhur ke Dinamo kanë ardhur pa miratimin e Dajës? Po ishin fjalët e Dajës ato që kanë dalë. Nuk mendoj, nuk është se ka sjell Pinari me mendjen e vet. Gjithmonë është bashkëpunim. Po presidenti Bardhi nuk ka ndonjë deklaratë tu që të vendosë rregullin e ekip? Unë se di, po mendoj që përgjegjësia është trajneri Ilir Daja, po me qenë se ka pas sukses tash sikur ka fituar një lloj imunitetit ose mundohet gjithmonë tash te pjesa e suksesit me marr autorsinë, kurse te problematikat e ndryshme me shpërnda. Është një trajner që si ai suksesin kush, por sukseset e tij apo kanë ekipe edhe si Drita e Shkëndija në Kosovë, në Maqedoni të Veriut. Mendoj që Daja do të pas vetë nuhatjen me zbulu në lojtar, prej kategorisë parë ose prej superiores. Për nuhatjen më të madhe për mendimin të Ilir Daja ka që shkon te ekipet ku kanë stabilitet financiar.